Mirë po, edhe pse shpesher Allahu Gjeleshanu na drejtohet, o të dashurit e mi, o robërit e mi, o krijesat e mia, o njerëz, o besimtar, e shumë epitetet të tjera që na jep neve Kur'ani, epitetet të dashurisë që e ka Allahu Gjeleshanu ndaj nesh, na ndonjëherë bona shurdh, pra nuk i ndëgjojmë këto. Ndonjëherë bona të verbër, nuk i shohim këto. Vëllezërit e mi, shpeshherë duhet ta konceptojmë jetën tonë, se me çka po jetojmë. Shikoni, në kohët e fundit, në ditët e fundit, pra në këta mujtë e fundit, mos me pas oksigjen, çka po bëhet? Oksigjen artificial. Po me na nalë Allahu Gjeleshanu oksigjenin tonë që na ka dhonë pa pik dinari. Me na nalë Allahu Gjeleshanu dioksidin e karbonit që na ka dhonë pa pik dinari. Me na nalë Allahu Gjeleshanu këtë diell, këtë borë, këtë shi, çka do të bëhej? Për gjithave këtyne Allahu na ka thonë, ja shikoni mrekullitë e mia, po mrekullin më të madhe e keni fjalën time, pra fjalën Kur'anin.